Për tradhtinë e bërë Taravari nuk duhet i përgjigjet Vlenit, por popullatës dhe 107.000 votuesve që dëshironin rotacionin e madh në skenën politike në vend. Kështu deklaroi Visar Ganiu nga Vlen në intervistën për Alsat. Ai theksoi se Taravari është i vetëdijshëm se i vetëm nuk do ta fitojë asnjë komunë, ndërsa largimi me këtë arsyetim është vetëm një pretekst që më pas të bashkohet me BD-in. Shpesh më pyesin njerëzit a do ndikon kjo tradhtia, do thotë e zotrit Taravari që tash po largohet nga ju me pretekstin se do të garoje vetme, do thotë në zgjedhjet lokale, që s'është e vërtet, për shkak se ai di shumë mirë sondazhet edhe gjithat që vetë nuk mund të garon dhe s'mund ta merr asnjë komunë. As Gostivarin dhe Vrapçishtin? Asnjë, ju betohen kështu. Ajo do thotë është ndarë për të gjetë një arsye për ta shfrytzuar këtë hapësirën pa kohore dhe pastaj për të krijuar hapësirë dhe të bashkangjitet Bashkimit Demokratik për Integrim. Por prap them që do të thotë ai nuk duhet për këtë tradhti të përgjigjet Vlenit, po unë them se ai duhet të përgjigjet popullatës edhe atyre 107.000 vota. Ganiu shpreh i bindur se grupi parlamentar i Vlenit do të ndajë rrugët nga deputetët e ASH-s, pasi në të kundërtën do të nënkuptonte se BDI është me një këmbë në qeveri, gjë që për koalicionin është e patolerueshme. Unë jam i bindur se do të ndahen për shkak se deputetët e Vlenit, domethënë, nuk mund të bashkëpunojnë me deputet cilët ata mendojnë edhe mundohen, do të thotë nuk e fshehin që kanë bashkëpunim me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe ja hapin derën që në atë formë dhe me një kam tjetë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri. Për neve është kjo jo e tolerueshme dhe një gjë të tillë nuk do ta lejojmë. Kreu i komunës së Çajirit Visar Ganiu nënvizoi se në të gjitha komunat me shumicë shqiptare, Vlen, respektivisht Lëvizja Demokratike, Besa, Alternativa dhe Vetvendosja, do të garojnë me lista të përbashkëta, ndërsa shpalosi se në disa komuna do të kenë edhe kandidat mbipartijak.